Rreth 50 kilogramari në vlerë prej 5 milion euro janë sekuestruar sot gjatë një aksioni të përbashkët të prokurorisë themelore në Pej, Policisë së Kosovës, Doganës dhe Administratës Tatimore të Kosovës. Aksioni u zhvillua në 4 lokacione, 2 prej të cilave subjekte ekonomike me karakter argjentarie dhe 2 shtëpi banimi. Këtë bëri të ditur kryeprokurorja e Pejës Lumturie Vuçetaj gjatë një konferenci për medje gjatë orëve të pasdites. Në kuadër të këtij aksioni janë sekuestruar hiç më pak se rreth 50 kg ori, 30 kg ori janë të padeklaruar, që kanë qenë në hapësira të fshehura në formë të bunkerave, e që me detektimin e mjeteve të specializuara nga ana e doganës kanë gjetë dhe janë lokalizuar duke i nxjerrë edhe sasinë e orit të cilat kanë qenë të fshehura në kuadër të këtyre hapësirave të mbyllura. Vuçetaj tha po ashtu se 20 kg janë gjetur të pashënjëzuar nga agjencioni përkatës nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. 20 kg ori janë gjetur të pashënjëzuar, të pacertifikuar dhe të pastampuar nga agjencioni përkatës në kuadër të ministrisë dhe si tillë nuk është dashur dhe nuk lejohet të vihet në qarkullim dhe nuk është dashur të vihet do të thotë në qasje tek qytetarët si blerës potencial të këtij malli. Kryeprokurorja Vuçetaj vuri në pasën e këtë aksion krahas 21 inspektorëve të tregut kanë qenë të përfshirë njësia për krime ekonomike dhe korrupsion, kanë hulumtuar për 6 muaj rresht në drejtim të veprave penale, mashtrim me blerës dhe kontrabandimi i mallrave.